Reshat Zajmi, një pacient nga qyteti i Pejës, tash e 8 muaj është duke ju nënshtruar trajtimit me hemodializë pas vendosjes së stentave në zemër, që nga fillimi i këtij trajtimi gjendja e tij shëndetësore është përmirësuar ndjeshëm. Më parë, për shkak të mungesës së hapësirës, ky shërbim ofrohej në trindrime duke përfshirë edhe orët e mbrëmjes. Megjithatë, pas rinovimeve dhe zgjerimit të kapaciteteve në repartin përkatës të Spitalit të Përgjithshëm në Pejë, janë shtuar edhe 10 shtretër dhe tashmë hemodializa po realizohet vetëm në 2 ndërrime. Pacienti Zajmi shpreh mirënjohje për përkujdesjen dhe profesionalizmin e stafit mjekësor, raporton Kosova Press. Sa i përket trajtimit, për çdo lavdot, që një 8 muaj ditë veç i kom qitë stendat. Edhe çush po ndihesh tash për që ke filluar me marrë trajtimin këtë? Si jo mos mirë. Jam kfill. Nuk ka kur fa mungese. Po na rrin si jo mos mirë. Drejtori mjekësor i Spitalit Përgjithshëm të Pejës, Besnik Ibraj, ka bërë të ditur për Kosova Press se fal ambientit të rinovuar në repartin përkatës, aktualisht brenda ditës realizohen rreth 50 seanca hemodialize. Ai theksoi gjithashtu se gjatë sezonit të verës, numri i pacientëve që kërkojnë këtë trajtim shënon rritje për shkak të kthimit të bashkëdhetarëve që ka nevojë për hemodializë gjatë qëndrimit të tyre në Kosovë. Ky repart këtë vit është renovuar tërë, do të thonë kemi një ambient të krijuar, një ambient më të mirë dhe më të ngrohtë të gjitha në shërbim të pacientëve. Po ashtu janë rritë edhe kapacitetet e ofrimit të shërbimeve shëndetësore. Për momentin, mrena dite ofrohen rreth 50 hemodializa. Shërbimi i dializë është një ndër shërbimet jetike në spitalin tonë, ku marrin shërbim pacient nga regioni i Pejës me rrethin që nënkupton edhe qytetet e tjera, siç është Klina, Istogu, Deçani dhe po ashtu gjatë muajve të verës kapacitetet e repartit të hemodializës rriten për shkak të ardhjes së një numër të madh të bashkëdhetarëve që vijnë nga shtetet e perëndimit dhe të njëjtit marrin shërbimet e hemodializës këtu. Ibraj ka bërë të ditur për Kosova Press se aktualisht në repartin e hemodializës janë funksionale gjithsej 29 aparatura, prej të cilave 4 janë të dedikuar ekskluzivisht për pacientët që vuajnë nga hepatiti B. Ai theksoi gjithashtu se për pacientët e kësaj rrethine të cilat janë të varur nga hemodializa, komuna ka paraparë shërbimin e transportit duke lehtësuar kështu qasjen në trajtim. Për momentin funksionojnë për shkak të rritjes së kapacitetit vetëm në 2 ndrime. Në funksion i kemi 25 deri në 29 aparatura të hemodializës, të cilat janë të ndame, këtë vit i kemi nda edhe, domethënë janë gjithmonë ndame edhe për pacient me HBS pozitiv, se aty kemi 4 aparatura të cilat prej fillimit të trajtimit me hemodializë, domethënë janë të sistemuar në aparaturën e vet. Për shkak se pacientët me hemodializë janë ndër pacientët më të ndihshëm dhe pacientët që kërkojnë shërbime të shpejta urgjente dhe në mënyrë kontinuele, ne qëndrojmë mirë me furnizim me material shpenzues dhe që përdoret për hemodializën në Spitalin e Pejës. Kapacitetet pothuajse gati janë dyfishu për shkak se një pjesë e repartit e cila nuk ka qenë funksional më herët, është renovuar tërë, dikun rreth 10 shtretër të ri kemi si shtimi kapaciteteve të cilat kanë qenë ekzistuese. Përmirësimi i kushteve në repartin e hemodializës në Spitalin e Përgjithshëm të Pejës ka ndikuar pozitivisht edhe në lehtësimin e punës për stafin infermieror. Kryeinfermierja e këtij reparti, Dorontina Thaçi, ka deklaruar për Kosova Press se me zgjerimin e hapësirave, akomodimi i pacientëve është bërë dukshëm më i lehtë. Reparti i hemodializës për momentin funksionon me 2 ndrime, do të thonë që është një lehtësim shumë i madh për neve. Përderisa deri tash kemi punuar me 3 ndrime për një kohë shumë gjatë, o kanë e vështirë sa për neve, po dhe 2 herë më shumë kon për pacienta sepse është duhet marrë natën, nuk ka orari përshtatshëm domethënë për ta. Tash është shumë më lehtë edhe për këta edhe për ne. Kostoja e rinovimit për repartin e hemodializës në Spitalin e Përgjithshëm të Pejës ishte 70.000 euro, të ndara nga shërbimi spitalor Klinik Universitari i Kosovës.